Selamu alikum hoxh, është gjuna me mbyt gjarpnin. Na vinë këtë kohë në Ballkan, s'po kam zgjidhje tjetër. Alikum selam rahmatullah. Meselja gjarprinjeve ndahet në dy grupe, gjarprinje jashta shtëpisë, pra në natyrë, edhe ata në për shtëpi. Pra shkurt po mundohem ta përmbledhe, jashta shtëpisë lejohet me mbyt me njëherë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend disa raste, disa hadithe rreth gjarpinjve. Ka thonë mbytni gjarpinjet. Ky është hadith i përgjithshëm, edhe sahabët në natyrë kur kanë qenë me pejgamberin alayhi salatu wasalam e kanë parë gjarpin, ju kanë turë me mbyt, pa i ka hyrë në zgavrën e vet dhe ka shpëtuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ju ka thonë kur gjë pse ju sulet me të parën ose diçka tjetër. Kjo rastja po lloji i parë. Lloji i dytë i gjarpinjve janë gjarpinjet mbrana në shtëpi. Gjarpinjet mbrana në shtëpi mund të janë gjarpinj, mund të janë edhe e gjin, sepse e gjenet personifikohen në gjarpinj. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka hadithe që e ka ndaluar me të parën me i mbyt. Po ka thonë me u tërheq vërejtjen, po kthej kështu shqip tërheqje vërejtjes, pa thënë. Duke i thënë fjalë sikurse për shembull kjo, nëse e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, largohu prej shtëpisë time. Nëse pastaj nuk largohet, 3 herë i thu kështu. Nëse nuk largohet, mundesh me myt. Ka prej dietarëve që kanë thonë kjo vlen vetëm për Medinë, por më saktë që vlen për çdo vend, çdo shtëpi. Pra, edhe jashtë Medinës. Sa herë më i thon 3 herë. Ka dietarë që kanë thonë 3 ditë. Ka një herë i thu, e sheh sot, e sheh nesër, e sheh mas nesër. Por ka prej tyre që kanë thonë jo, 3 herë i thu në qatë në moment, largohu nëse ki tutën Allahit edhe beson Zotin e ditën e gjykimit, largohu, s'largohet e mbyt. Normal, nëse mund me nxanë gjithmonë. Pse më i thonë kështu se ka mundësi më konë e gjin, pastaj me tu akmar familja ati, siç ka ndodhur një herë në kohë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një djalë i ri sapo ka hyrë dhëndër e ka pa një gjarpën edhe i ka mshu me myt, edhe gjarpëni, domethënë ka qenë e gjin, ai dhe familja ati e kanë myt sa thuhet transmetimi nuk dihet se i vdiq përpara, a ky dhëndri a e gjinin në formën e gjarprit. Prandaj për mos mu hakmarrë gjend, u atërheqim vërejtjen. Nëse pra ai gjarpër, nëse është vërtet gjarpër, nuk merr vesh ai. Normal s'merr vesh edhe nuk ik. E mytesh edhe s'ki tut që po të sulmon familja e tij e gjinit, sa është gjarpër. Nëse është e gjin, atëherë janë dy lloj. Nëse është musliman, largohet. Se ka respektin Allahut. Nëse është e gjin, kafir, atëherë ti e ke kryer obligimin edhe s'mundet me të hakmarr familja e tij, asaj, nëse shpëton prej teje, pra arsye se ti ja ke tërheq vërejtjen, shtëpia është e jotja, nuk është e tij. Pra bëne këtë përzgjedhje, thuaj largoni për hir të Allahut, nëse jo atëherë mbyte.